Të dashur shqiptar, më kanë ardhur letra urimi nga të gjithë akademikët e të gjithë akademive të Europës, sepse janë zbuluar mbi shkrime në Italinë e Jugut, ku ekziston gjuha e dialektit epik, në Magna Grecia. Greqishtja e folur në Itali, Italiko quhet, është dialekti epik, dialekti i Homerit. Dhe anija në këtë gjuhë është nifs. Por me një i të gjatë, nifs. Është një lloj si dialekti i arbreshëve të Italisë. Anija quhet ani me një i të gjatë. Dhe gjuha shqipe ka ruajtur formën e dialektit dorik. Ha, ni dhe hanite. Gjuha shqipe ka përngjitur dy dialekte. Dialektin dorik ka përzier me dialektin atik. Ha është pjesa e tretës së shquar që është hequr në dialektin atik dhe në gjuhën e Homerit. Kjo pjesë e tretës së shquar mungon në dokumentat e gjetura në Magna Grecia pranë mesapëve. A e dini se si e shqiptojnë Zeusin mesapët? Zifs. Eja e gjatë bëhet i në gjuhën mesape. Po ashtu emri anijes Neus me një e të gjatë shqiptohet i në gjuhën mesape dhe në gjuhën greke Grikos, të folur në Italinë e Jugut. Në këto mbishkrime të gjetura në Italinë e Jugut është dialekti epik, që unë e kam parashikuar që ekziston, sepse unë e kam gjetur në pllaka të shkruara në Marseille, koloni e ilirëve në Marseille, në jug të Francës. Atje fjala lembo, anije, ilire, shkruhet pa formën e trajtës së shquar holembos. Është gjetur në rastën kallëzore lembon dhe shqipja mban variantin e thirrorit lembe, anije ilire, lembe. Pa formën e trajtës së shquar, ho. Dhe unë bëra parashikimin që do gjenden dokumentet të tjera dhe janë gjetur në Itali, dialekti epik i folur, gjuha e Homerit. Grekët e Italisë së Jugut e kanë shtuar formën e trajtës së shquar më vonë në ndikimin e Bizantit, sepse Bizanti e pushton Italinë e Jugut, e çliron atë nga gotët. Bizanti dhe rivendoset forma e trajtës së shquar. Por në dokumentat e shkruara të lashta nuk është. Dhe shqiptohet nifs, ania. Në gjuhën arbreshe ani. Dhe anijet në gjuhën arbreshe është anite, me një i të gjatë, dhe jo anijet, si në shqip. Forma e trajtës së shquar në gjuhën arbreshe është prapavendosur mbas emrit. Po kështu është dhe në gjuhën bullgare, ka ndodhur e njëjta gjë. Domethënë, ilirët maqedon, një lloj si shqiptarët, e prapavendosin formën e trajtës së shquar mbas emrit. E njëjta gjë ka ndodhur në gjuhën rumune, i njëjti fenomen, në ndikimin e ilirishtes, dhe e njëjta gjë ka ndodhur në serbisht, në ndikimin e ilirishtes. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Ta shikojmë bashkë sepse do të çmendeni nga gëzimi. Të dashur shqiptar, këto janë mbishkrimet e gjetura në Italinë e Jugut, Magna Grecia, ku janë pikërisht format e fjalës anije pa formën e trajtës së shquar. Parashikimi im që do gjendesh një ditë dhe u gjetën. Pra, gjuha e Homerit ka qenë gjuhë e folur. Kjo për arsye se forma e trajtës së shquar ishte rëndesë për të shkruar, zinte shumë vend në pllak dhe u hoq, pastaj u hoq edhe nga përdorimi komplet. Dhe në gjuhën e përditshme, edhe në gjuhën e ilirëve, edhe në gjuhën e
helenëve në Italinë e Jugut, edhe në gjuhën e mesapëve. Emri i Zeusit në gjuhën mesape del pa trajtën e shquar, zbulimi im epokal. Quhet Zifs, Zeusi. Pra një lloj siç ndodhi me fjalën Zeus, Zifs, po ashtu Neus u bë Nifs. Ta shikojmë bashk? Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është shumë e rëndë, sepse grekët kanë thënë që kurrë nuk ka ekzistuar dialekti epik. Ka ekzistuar në Italinë e Jugut. Shqiptimi është Nifs deri në shekullin e 15 madje, dhe më vonë këta grek të mirë e kanë shtuar pjesën e trajtës së shquar. Shikoni me kujdes. Nuk ekziston. Nifs quhet. Dialekti epik, gjoja e gjetur vetëm në poemat e Homerit, por është folur në Italinë e Jugut. Kjo formë ka ekzistuar deri në shekullin e 15, më vonë ata kanë shtuar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, nuk gjej dot fjalë. Edhe në gjuhën arbreshve është ani dhe shumë si është anitë. Të dashur shqiptar, të vjen për të qartë që gjuha e gegëve e ka ruajtur greqishtën më mirë se sa gjuha e toskëve. Pra, kjo është dukur në gjuhën e arvanitasve, është me një i të shkurtër, ani. Por është në gjuhën e gegëve ani me një i të gjatë, një lloj si në dialektin epik. Dhe me një i të gjatë, anifs ose nifs është në Italinë e Jugut. Është shqiptuar deri në fund të shekullit të 15 dhe pastaj ato e kanë rifutur dhe njëherë formën e trajtës së shquar. Grekët në Italinë e Jugut kanë folur dialektin epik të Homerit. Po kjo është e pamohueshme, është gjetur në pllaka, e shkruar, gjuha e lashtë, epike, në Italinë e Jugut. Është në Universitetin e Ohio's, mund ta shikoni vetë. Çfarë do ndodhi? Do e heqin këtë nga interneti menjëherë. Pra, shkoni menjëherë, shikojeni, kopjojeni, sepse grekët nuk duan që të dali që shqipja është pasardhëse e dialektit epik. Nuk ju përshtatet kjo atyre që ilirët kanë folur dialektin epik. Do të thotë që poemat e Homerit janë shkruar nga ilirë. Ilioni, ilyrishti. Të gjithë kështu thonë. Çdo shqiptar thotë që ilyrishti është gjuha e Ilionit. Ilioni është Troja. L-ja bëhet L në dialektin e Lakonias dhe në dialektin aolik gjithmonë. Pra është me L siç e kanë shqiptuar gjithmonë shqiptarët. Pra ne grekët na kanë gënjur që kjo është Illyria dhe pastaj është bërë Iliria. Është gënjeshtër sepse është gjetur në forma të shkruara në pllaka, gjithashtu në Iliri, Hilyria, me h nistore, me germa latine dhe me l dhe jo me l. Atëherë, si ka ndodhur ky ndryshim në ilirishtën e lashtë, regjistruar nga gjuha latine në pllaka të gjetura në Iliri, Hilyria, në qoftë se grekët thonë që kjo ka ndodhur mbas shekullit të 15, Hilyria u bë Iliria. Është gënjeshtër. Pllakat e gjetura në Iliri thonë është Hilyria. Me germa latine dhe jo greke, që s'ka asnjë pikë dyshimi që kështu është shqiptuar, se latinët, siç e dëgjonin, romakët ashtu e shkruanin me gërmat e tyre. Me l dhe jo me l. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Emri Anije vërtet vjen nga dialekti epik, në gjuhën e gegëve dhe në gjuhën e arbreshëve. Këtë parashikim unë e kam bërë në një film tjetër, po s'kishim prova. Pra Zeusi shqiptohet Zifs në gjuhën e mesapëve. Eja e gjatë bëhet I në gjuhën e mesapëve. Neus bëhet Nifs në gjuhën e mesapëve dhe në gjuhën e grekërve në Italinë e Jugut. Dhe është pa formën e trajtës së shquar, siç e kam parashikuar unë. Pranojeni që jam gjeni. Pik.
Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.